Të dashur student, të dashur prindër, të dashur koleg, të luarasit. Jemi në prag të vitit të ri akademik, 2016-2017, dhe dëshiroj të ndaj me ju disa nga idet kryesore në mandatin tim si rektor i luarasit. Jam krenar që do t'jem rektor i universitetit të parë privat jo shqiptar. Sigurisht, e ardhmja është më sfiduese se e kaluara, ndaj ne së bashku me kolegët, mendojmë se do të kemi disa prioritete kryesore. E para dhe mbi të gjitha, për studentët tanë, ne jemi duke diskutuar që metodat e mësimdhënies të jenë interaktive. Pra t'i largohemi tradicionales, ku lektorët shpjegojnë dhe studentët mbajnë shënime, por gjithçka të bazohet në bazë të pyetjeve që kanë studentët dhe që njohurit jenë më të qëndrueshme. Sfida e dytë është sfida që studentët tanë, pjesa më cilësore e tyre, të jenë dhe kërkues shkencor dhe të fokusohen në sfidat që ka vendi jonë. Dhe e treta, ne synojmë që stafi akademik dhe studentët të kenë një mirë edukim në këtë institut, pikërisht për aspektin social, pra jo vetëm të jenë më të mirët në shkencë, por të jenë dhe promovues të kohezionit social dhe të solidaritetit social. Ne dallojmë nga universitetet e tjera, së pari, sepse studentët tanë, gjatë gjithë eksperiencës tonë, kanë arritur të gjejnë një punësim të shpejtë dhe dinjitoz. Ne dallojmë sepse studentët tanë nuk mësojnë vetëm nga librat, por u kemi ofruar mundësi të mëdha për të bërë internship në biznes, duke mësuar në realitet me sfidat që ata do të kenë sapo të diplomohen. Ne dallojmë nga universitetet tjera, sepse studentët tanë në mënyrë aktive, me ide novatore, ndihmojnë në cilësinë e mirë arsimimit tyre, po dhe në aftësitë për kërkim shkencor. Ne dallojmë dhe do ta thellojmë këtë dallim në cilësinë e të mësuarit, pasi thelbi ynë është të mësojmë në mënyrë interaktive, të mësojmë duke i bërë gjërat dhe të mësojmë duke i sfiduar të tjerat. Suksese, mirë se të vini.